Në mbi 2 miliard euro apo për mbi 6% llogaritet rritja vjetore e nivelit të përgjithshëm të marrjes së kredive në Kosovë. Kjo vjen nga raporti i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kredit për biznese kanë arritur vlerën në mbi 1.3 miliard euro, kurse kredit për ekonomi familjare mbi 660 milion euro. Lidhur me rritjen e marrjes së kredive mbi kredi, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se për të mbuluar kredite vjetra, bizneset marrin tjera kredi pa e shikuar historikun e mëparshëm të kredive të kaluara. Ndërsa sa i përket ekonomive familjare, kredite marra janë numër në rritje. Ibrahim Rexhepi, ekspert për çështje ekonomike, thekson se çdo biznes duhet të ketë parasysh nivelin e ngarkesës që e ka në të hyra dhe duhet të ketë parasysh mundësitë e kthimit të asaj kredie. Çdo biznes duhet me vlerësu fillimisht nivelin e ngarkesës që krijon dhe mundësitë e kthimit të kredisë. Tek e fundit, kjo është edhe përgjegjësia e bankës, se banka nuk spaku kur janë pyetje bizneset që kanë një tradit, duhet në kontinuitet me i përcjell, me pas pasqyrat e saj, me pas parasysh performancën e saj, por edhe perspektivën, do të mundësitë e kthimit të atij investimi. Ndërsa në anën tjetër, Agim Shahini, udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit, tha se bizneset kanë borxhe të mëdha dhe për të paguar kredite reja, atyre duhet të marrin prap kredi dhe t'i paguajnë ato të vjetrat. Bizneset vendore janë duke u mbyllur për shkak të vështirësive të kthimit të borxheve. Bankat e kanë një interes të lartë karshi bizneseve private që janë në Kosovë, të cilat kanë fitim në produktet e tyre 2 deri në 5%, kurse bankat komerciale normat e interesit për kredi aplikojnë mbi 10%, e në raste të caktuara shkon edhe deri mbi 15%. Sipas publikimit të sistemit financiar të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, për marrjen e kredive eventuale, ndërmarrjet duhet të paguajnë normën e interesit prej 7.4%, kurse ekonomitë familjare 8.2%.